edhe pak vaj. Sot kemi me përgatit një recet përbome prej biftekut. Shpresoj që do t'ju pëlqen. Fillojmë me biftekun. Do me thonë biftek me perime, patate. Përshëndetje, unë jam shef Fidan Aziraj, përndryshe profesor tek Instituti për Apsim Profesional, KTC. Sot kemi me përgatit një recet përbome prej biftekut. Shpresoj që do t'ju pëlqen. Fillojmë me biftekun. Ndam në racione, pastaj do të bëjmë disa premje, perime, të kombinojmë një pjatë, shpresoj t'ju pëlqen. Sot, pra, përndryshe mundem edhe këtu, kemi me boj supë karotës, ku baza kjo kemi zi karotën, edhe me blender e kemi bo këtë mixin, kështu që këtu o baza. Tash, për bojmë me buter edhe me miell. Të me nëzër një supë krem, kena me bo në fond. Përndryshe, për këta kemi bo profesionista, po këto janë edhe në kusht të shtëpis, mundën edhe në shtëpi me bo këta, se cili prej nesh. Pak për kushtim, një spjegim të vogël ma vonë kamerë edhe jemi në rregull. Qërë është me rëndësi këtu dy sene, se në qëtë mënyrë, këtu bëhet edhe beshameli, sosi i barë. Po në rast të dojme pas sosin e katë, atëre djegim në buterin, e djegim edhe miellin ma vonë, pastaj e hellim ujin edhe fillon ajo procesi për me nxjerr sosin e katë. Që nuk preferohet thotë në Kosovë, po jashtë e kanë edhe këto, se të na e bojmë këto demi-glasin e dashur që është. Po, ato mundesh me hek. Tash mundesh do ujë me ma pru dikush, mos e çata me ujë. Mirë. Fillimi, po, edhe pak ujë ma e fjokno. Mirë. Tash nuk I hedhim ujë më njëherë, se kemi edhe këtë sosë që kemi aty, tu është. Tu shia. Dhe me thonë, që është të përbome prej karotës, që kemi pas të mrena tjetër, që kemi cipë? Qepë. Edhe të shka tjetër? Kemi pas edhe gjengjer. Vish pak. Hajde tash ma e pak ujë. Edhe pak. Qa është të rëndësishme për një kohë deri sa të vjen në atë konsistencën që na e dojmë, si as të fort, as jo kretel shumë, që është langshëm, duhet të nkuhen me përzi për arsye se ka milli. Milli I kapet shumë shpejt, do me thonë kur ka temperatura të larta për funi. E senet e djegta nuk I dojmë. Çka është me rëndësi me ditë? Çdo sen që e trashim me miell, me atë moment që të hedh miellin, duhet një 10 minuta, që me pas, me lom me vlu, që me heka e shia e millit, zakonisht nuk e dim, po na që e bojmë, na duhet me di që duhet mja hek. Po ka kuzhinier që e hetan me nëra, që su hek shia. Do me thonë, ku të hedhsh, po nëjsh me miell, bën trashin kështu, 10 minuta duhet me lom me vlu. Që t'jede pak ujë. Bukur.
Biftekun për mos me lidhe bona në qëto, hadën, që me dalë rumullak, për të qesin të jatë. Për ndryshe, nëse fort i hap, mund është edhe me atë penin me linj, e merr formën e rumullak. Përgjithsi, pak hudër sa mi dha ervojës, po që sa mi dha erë pak. Këtu, po këtu të në me një ko, mundën edhe mund zi, kështu që i heka, dhe njerë me shmi dhonë atere në erë. Dhe me thonë biftek, me perime, patate, sos të kuq, sos të bardh, edhe pak vaj me biber. Shtojëm